Rreth 50 punëtor kryesisht nga Maqedonia janë larguar nga puna nga kompania Bechtel-Enka pa paralajmërim paraprak dhe pa një sqarim të detajuar zyrtar. Sipas punëtorëve të prekur, arsyeja që u është dhënë është se qeveria nuk ka lëshuar mjetet financiare për pagesën e pagave të tyre. Ata thonë se vendimi për largimin nga puna ka ardhur papritur, duke i lënë pa punë dhe pa siguri financiare. Një ditë para na lajmëron, do me thonë që ka mungesë punëtorësh dhe vije listat në përzon për pune, do me thonë vetëm me Maqedonisë. Indian do me thonë njën këtu, gjithë kanë me, do me thonë ne këtu këmë merë. Edhe do me thonë as ke kontrata në shkru, 30 ditë për para do me thonë që të në apim paralajmërim që gjomë do konë që tërpun, ne kemi me të rrugëve. Tash momentalisht nuk e dimi ku është qëndrimi. Këta thonë si qeveria nuk lishon pare. Do me thonë, edhe nuk, do me thonë, ne nuk kemi kundra enkës, ne kemi punoshe 2 vjetë tu, po, do me thonë, nuk e dimi çfarë puna, se qeveria këta thonë nuk ka pare, do me thonë kjo qeveri. Ne kërkojmë, do me thonë, që të në qesin si teknologë këvishok, nga puna dhe deri sa e kemi kontratat të në paguet, do me thonë, kjo minimal në si në paguin neve këta. A, deri sa kemi kontratat? Unë e kom kontratën deri më 17/6, 2026. Znači dojdovme na работа и ни сообщија дека ќе не бърка од работа, дека државата нема пуштено пари. Pra erdhëm në punë dhe na njoftuan se do të na largojnë nga puna, duke na thënë se shteti nuk ka lëshuar para dhe për këtë arsye po na pushojnë nga puna. Nuk e di, ky është grupi i parë, diku rreth 40 deri në 50 të punësuar, pa na paralajmëruar më herët di javë apo një muaj, që të na thonin se deri atëherë nuk do të mundet dhe se nuk do të kenë nevojë më për ne. Tani po presim të shohim nëse problemi është te shteti apo te kompania Bechtel-Enka. Nuk e dim, prandaj edhe jemi mbledhur këtu. Ka reaguar edhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, nga ku thonë se deri në këtë moment të gjitha situatat financiare e faturat për punët e kryera janë paguar në kohë dhe në tërësi ndaj kontraktuesit nga ana e qeverisë. Sa i përket numrit të punëtorëve, kompanive që punojnë në emër të kontraktuesit si nën kontraktor, angazhimit të makinerive apo pajisjeve të tjera, ju njoftojmë se këto janë detyrime kontraktuale të kontraktuesit Bechtel-Enka, për të cilat qeveria, Ministria e Transportit dhe Ndërmarrja Publike për Rrugës Shtetërore si investitor nuk kanë obligime. Sa i përket projektit në kontratën për realizimin, kontraktuesi ka një afat parapar dhe pritet që projekti të përfundoj brenda këtij afati, ndërsa dinamika e punimeve mbetet e pandryshuar. Punëtorët kërkojnë që të respektohen kontratat e tyre të punës dhe që institucionet shtetërore të ndërhyjnë për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ata gjithashtu kërkojnë transparencë lidhur me arsyet e këtij vendimi dhe një zgjidhje të shpejtë për situatën e krijuar.